Data 15 mars. Eksodi, kapitulli 26. Do të bësh pastaj tabernakullin me 10 pëlhura për i liri të hollë të përdredhur, me fije ngjyrë vjollce, të purpurt dhe flak të kuqe, së bashku me kerubine të punuar artistikisht. Gjatësia e çdo pëlhure do të jetë 28 kubit dhe gjerësia e çdo pëlhure 4 kubit. Të gjitha pëlhurat do të kenë po të mas. 5 pëlhura do të bashkohen midis tyre dhe 5 pëlhurat e tjera do të bashkohen gjithashtu midis tyre. Do të bësh sytha ngjyrë vjollce mbi buzën e pëlhurës së jashtme të serisë së parë. Të njëjtën gjë do të bësh në buzën e pëlhurës së jashtme të serisë së dytë. Do të bësh 50 sytha mbi pëlhurën e parë dhe 50 sytha mbi buzën e pëlhurës së jashtme. Këto sytha do të korrespondojnë me njëri tjetrin. Dhe do të bësh 50 kapse ari dhe do t'i bashkosh pëlhurat njëra me tjetrën me anë të kapseve, në mënyrë që tabernakulli të formojë një të tërë. Do të bësh gjithashtu pëlhura me lesh dhije, që të shërbejnë si çadër mbi tabernakullin. Do të bësh 11 pëlhura të tilla. Gjatësia e çdo pëlhure do të jetë 30 kubit dhe gjerësia e çdo pëlhure 4 kubit. Të 11 pëlhurat do të kenë të gjitha po të mas. Do të bashkosh 5 pëlhurat midis tyre dhe 6 të tjerat midis tyre. Do të ripalosësh mbi vetveten pëlhurën e 6 në pjesën e përparme të çadrës. Do të bësh gjithashtu 50 sytha mbi buzën e pëlhurës së jashtme të serisë së parë dhe 50 sytha në buzën e pëlhurës së jashtme të serisë së dytë të pëlhurave. Do të bësh edhe 50 kapse prej bronzi dhe do t'i fusësh kapset në sythat, duke e bashkuar kështu çadrën në mënyrë që të formojnë një të tërë. Nga pjesa që tepron nga pëlhurat e çadrës, gjysma e pëlhurës së tepërt do të bjerë mbi pjesën e poshtme të tabernakullit, dhe kubiti nga një anë dhe kubiti nga ana tjetër, që janë të tepërt në gjatësinë e pëlhurave të çadrës, do të bien mbi të dy anët e tabernakullit, njëri nga një krah dhe tjetri në krahun tjetër për ta mbuluar atë. Do të bësh gjithashtu një mbulesë për çadrën, me lëkura dashi të ngjyrosura në të kuq, dhe mbi këtë një tjetër mbulesë me lëkura baldose. Do të bësh për tabernakullin disa dërrasa prej drurit të akacijes të vendosura më këmbë. Gjatësia e një dërrase do të jetë 10 kubit dhe gjerësia e saj 1 kubit e gjysmë. Çdo dërras do të ketë 2 klapa për të bashkuar një dërras me tjetrën. Kështu do të veprosh për të gjitha dërrasat e tabernakullit. Do të bësh kështu dërrasat e tabernakullit 20 dërrasa për anën jugore. Do të vësh 40 baza argjendi poshtë 20 dërrasave, 2 baza poshtë secilës dërras për të 2 klapat e veta. Do të bësh edhe 20 dërrasa për krahun e dytë të tabernakullit për anën e tij veriore dhe 40 bazat e tyre prej argjendi, 2 baza në çdo dërras. Për krahun e pasëm të tabernakullit në drejtim të perëndimit do të bësh 6 dërrasa. Do të bësh edhe 2 dërrasa për të 2 qoshet e pasme të tabernakullit. Ato do të çiftëzohen poshtë dhe do të bashkohen lart me një unaz. Kështu ka për të ndodhur me të dyja dërrasa që ndodhen në të 2 qoshet. Do të ketë pra 8 dërrasa me bazat e tyre prej argjendi, 16 baza, 2 baza poshtë çdo dërrase. Do të bësh edhe disa traversa prej drurit të akacijes. 5 për dërrasat e njërës anë të tabernakullit, 5 traversa për dërrasat e anës tjetër të tabernakullit dhe 5 traversa për dërrasat e pjesës së pasme të tabernakullit në drejtim të perëndimit. Traversa qendrore në mes të dërrasave do të kalojë nga njëra anë në tjetrën. Do t'i veshësh me ar dërrasat dhe do t'i bësh prej ari unazat e tyre nëpër të cilat do të kalojnë traversat dhe do t'i veshësh me ar traversat. Do ta ngresh tabernakullin me trajtën e përpikt që tu tregua në mal. Do të bësh një vel me fije në ngjyrë vjollce, të purpurt, flak të kuqe dhe me li të hollë dhe të përdredhur, të stolisur me kerubin të punuar artistikisht, dhe do ta varësh në 4 shtylla prej akacie të veshura me ar, me gremçat e tyre të arta të dhëna mbi baza argjendi. Do ta varësh velin në kapset, dhe aty në anën e brendshme të velit do të futësh arkën e dëshmisë. Veli do t'ju shërbejë si ndarës midis vendit të shenjtë dhe vendit shumë të shenjtë. Pastaj do ta vësh pajtuesin mbi arkën e dëshmisë në vendin shumë të shenjtë. Jashtë veli do të vësh përkundrazi tryezën, ndërsa shandani do të shkojë përballë tryezës në krahun jugor të tabernakullit dhe do ta vendosësh tryezën në krahun verior. Do të bësh gjithashtu për hyrjen e çadrës
një perde me fije në ngjyrë vjollc, të purpurt, flak të kuqe dhe prej liri të përdredhur puna e një qëndistari. Do të bësh gjithashtu 5 shtyllat e akacie për perden dhe do t'i veshësh me ar. Gremçat e tyre do të jenë prej ari dhe do të shkrish për to 5 baza prej bronzi. Gjoni, kapitulli 5. Pas kësaj, ishte një festë e judeve dhe Jezusi u ngjit në Jeruzalem. Tani në Jeruzalem, afër portës së Dhenve, është një pellg që në hebraisht quhet Betesda dhe ka 5 hyrje. Në to dërgjeshin një numër i madh të sëmurësh, të verbër, të qalë dhe ulok, të cilët prisnin lëvizjen e ujit. Sepse një ëngjëll në një kohë të caktuar zbriste në pellg dhe e lëvizte ujin. Dhe i pari që hynte mbas lëvizjes së ujit, shërohej nga çfarëdo sëmundje që të kishte. Dhe aty ishte një njeri i lënguar prej 38 vjetësh. Jezusi, duke e parë shtrirë dhe duke e ditur se prej shumë kohe ishte në atë gjendje, i tha: "A dëshiron të shërohesh?" I sëmuri u përgjigj: "Zot, unë s'kam njeri që kur të lëvizë uji të më fus në pellg, dhe ndërsa unë po shkoj, një tjetër zbret para meje." Jezusi i tha: "Çohu, merr vigun tënd dhe ec." Njeriu shërua në atë çast, mori vigun e tij dhe eci. Atë ditë ishte shabat. Prandaj judejt i than atij që u shërua: "Është shabat, nuk është e ligjshme për ty të ngresh vigun." Ai u përgjigj atyre: "Ai që më shëroi më tha, merre vigun tënd dhe ec." Atëherë ata e pyetën: "Kush është ai njeri që ta tha merr vigun tënd dhe ec?" Por ai që ishte shëruar nuk e dinte kush ishte, sepse Jezusi u shmang për shkak të turmës që ishte në atë vend. Më vonë Jezusi e gjeti në tempull dhe i tha: "Ja, ti u shërove, mos më kato më, që mos të ndodh një gjë më e keqe." Njeriu shkoi dhe u tregoi judejve se Jezusi ishte ai që e shëroi. Prandaj judejt e përndiqnin Jezusin dhe kërkonin ta vrisnin, sepse bënte këto gjëra në shabat. Por Jezusi u përgjigj atyre: "I madh vepron deri më tash dhe unë veproj." Prandaj judejt kërkonin edhe më tepër ta vrisnin, sepse jo vetëm se shkelte shabatin, por edhe se thoshte se Perëndia ishte Ati i vet, duke e bërë veten të barabartë me Perëndin. Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: në të vërtet ju them, se biri nuk mund të bëjë asgjë për i vetes, përveç asaj që sheh se bën Ati. Gjërat në fakt që bën ai, i bën po ashtu edhe biri, sepse Ati e do birin dhe i dëften gjithçka që bën vetë, dhe do t'i dëftej vepra më të mëdha se këto që të mrekulloheni. Sepse ashtu si Ati ringjall të vdekurit dhe u jep jetë, po kështu edhe biri i jep jetë kujdo që do. Sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ja dha birit, që të gjithë ta nderojnë birin ashtu siç nderojnë Atin. Kush nuk e nderon birin, nuk nderon Atin që e ka dërguar. Në të vërtet po ju them, ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Në të vërtet po ju them, po vjen ora, madje ka ardhur, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit të Perëndis, dhe ata që e dëgjojnë do të jetojnë. Sepse sikurse Ati ka jetë në vetvete, kështu ja ka dhënë dhe birit të ketë jetë në vetvete, dhe i ka dhënë gjithashtu pushtet të bëjë gjyq, sepse është biri i njeriut. Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij, dhe do të dalin prej tyre, ata që kanë bërë të mira në ringjallje të jetës, dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e gjyqit. Unë s'mund të bëj asgjë nga vetja ime. Gjykoj sipas asaj që dëgjoj, dhe gjyqi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e Atit që më ka dërguar. Nëse unë dëshmoj për veten time, dëshmia ime nuk është e vërtetë. Është një tjetër që dëshmon për mua, dhe unë e di se dëshmia që ai jep për mua është e vërtetë. Ju keni dërguar të gjoni dhe ai ka dhënë dëshmi të vërtetës. Tani unë nuk marr dëshmi nga njeriu, por këto gjëra po them që ju të shpëtoheni. Ai ishte një kandil që digjet e ndriçon, dhe ju desha të gëzoheni për pak kohë në dritën e tij, por unë kam dëshmi më të madhe se gjoni, sepse veprat që Ati më ka dhënë të përmbush, po ato vepra që bëj unë, dëshmojnë për mua se Ati më ka dërguar. Dhe Ati që më dërgoi, ai vetë ka dëshmuar për mua. Ju nuk e keni dëgjuar kurrë zërin e tij dhe as nuk e keni parë fytyrën e tij, dhe nuk e keni fjalën e tij që të banojë në ju, sepse nuk besoni në atë që ai ka dërguar.
Ju hetoni shkrimet sepse mendoni të keni nëpërmjet tyre jetë të përjetshme, dhe ato janë këto që dëshmojnë për mua. Por ju nuk doni të vini tek unë që të keni jetën. Unë nuk marr lavdi nga njerëzit, por unë ju njoh që nuk keni dashurinë e Perëndis në ju. Unë kam ardhur në emër të Atit tim dhe ju nuk më pranoni. Po të vinte ndonjë tjetër në emër të vet, ju do ta pranonit. Si mund të besoni ju që ja merrni lavdi njëri tjetrit dhe nuk kërkoni lavdinë e të vetmit Perëndi? Mos mendoni se unë ju padis tek Ati. Ka kusht ju padis. Mojsiu, në të cilit ju kishit shpresuar, sepse në qoftë se ju do t'i kishit besuar Mojsiut, do të më besonit edhe mua, sepse ai ka shkruar për mua. Por në qoftë se ju nuk u besoni shkrimeve të tij, si do t'ju besoni fjalëve të mia? Fjalët e urta, kapitulli 2. Biri im, në rast se pranon fjalët e mia dhe i quan thesar urdhërimet e mia, duke i vënë veshin diturisë dhe duke e prirur zemrën ndaj arsyes, po në rast se kërkon me ngulm gjykimin dhe ngre zërin për të siguruar mirëkuptim, në rast se e kërkon si argjendin dhe fillon të rromosh si për një thesar të fshehur, atëherë do të ndjesh frikën e Zotit dhe ke për të gjetur kuptimin e Perëndis. Sepse Zoti jep diturinë, nga goja e tij rrjedhin njohuria dhe arsyeja. Ai mban rezervë për njerëzit e drejtë një ndihmë të fuqishme, një mburoj për ata që ecin me ndershmëri, për të mbrojtur shtigjet e drejtësisë dhe për të ruajtur rrugën e shenjtorëve të tij. Atëherë do të kuptosh drejtësinë, barazinë, ndershmërinë dhe të rrugët e së mirës. Kur dituria të hyjë në zemër, edhe njohja do të jetë e këndshme për shpirtin tënd, të menduarit do të kujdeset për ty dhe gjykimi do të mbrojë, për të çliruar nga rruga e keqe, nga njerëzit që flasin për gjëra të këqija, nga ata që braktisin shtigjet e ndershmërisë për të ecur në rrugët e territ, që gëzohen kur bëjnë të keqen dhe ndjejnë kënaqësi në çoroditet e njeriu të keq, shtigjet e të cilit janë të shtrembra dhe rrugët dredha, për të shpëtuar nga gruaja që ka shkelur kurorën, nga gruaja e huaj që përdor fjalë mikluese, që ka braktisur shokun e rinisë së saj dhe ka harruar marrëveshjen e lidhur me Perëndin, sepse shtëpia e saj zbret drejt vdekjes dhe shtigjet e saj drejt të vdekurve. Asnjë prej atyre që shkojnë tek ajo nuk kthehet, asnjë nuk i arrin shtigjet e jetës. Kështu do të mund të ecësh në rrugën e të mirëve dhe do të mbetesh në shtigjet e të drejtëve, sepse njerëzit e drejtë do të banojnë tokën dhe ata të ndershëm do të qëndrojnë aty. Por të pabesët do të shfarosen nga toka dhe shkelësit do të hiqen prej saj. Galatasve, kapitulli i parë. Pali, apostull jo nga njerëzit, as me anë njeriu, por nëpërmjet Jezu Krishtit dhe Perëndis Atit, që e ringjalli prej vdekurish. Dhe gjithë vëllezërit që janë me mua, kishave të Galatis, hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia, Ati dhe nga Zoti ynë Jezu Krisht, që e dha veten e tij për mëkatet tona, për të na shpëtuar nga kjo botë e mbrapsht, sipas vullnetit të Perëndis, Atit ton, të cilit i qoftë lavdia në jetë të jetëve. Amen. Çuditem që kaluat kaq shpejt nga ai që ju thirri ju nëpërmjet hirit të Krishtit në një ungjill tjetër, që nuk është tjetër, por ka disa njerëz që ju turbullojnë dhe që duan ta shtrembërojnë ungjillin e Krishtit. Por edhe në qoftë se ne ose një ëngjëll i qiellit ju predikonte një ungjill tjetër nga ai që ju kemi predikuar, qoftë i mallkuar. Ashtu si e thamë përpara, po e them përsëri. Nëse dikush ju predikon një ungjill tjetër nga ai që keni marrë, qoftë i mallkuar. Sepse unë tani vallë kërkoj të fitoj miratimin e njerëzve apo të Perëndis, apo kërkoj t'ju pëlqej njerëzve, sepse po të kërkoja t'ju pëlqej njerëzve, nuk do të isha shërbëtor i Krishtit. Por po ju vë në dijeni o vëllezër, se ungjilli që është shpallur nga unë nuk është sipas njeriut, sepse dhe unë nuk e kam marrë as e kam mësuar nga ndonjë njeri, por nëpërmjet një zbulese nga Jezu Krishti. Sepse ju keni dëgjuar për sjelljen time të atëhershme në judaizëm, si e përndiqja tej mase kishën e Perëndis dhe e shkatëroja, dhe si përparoja në judaizëm më tepër se shumë bashkohës të kombit tim, duke qenë jashtëzakonisht i zellshëm për traditat e etërve të mi. Por kur i pëlqeu Perëndis që më kishte ndarë që nga barku i nënës dhe më thirri me anë të hirit të tij, që të zbuloj në mua birin e tij, që unë ta predikoj midis paganëve, unë nuk mora me njëherë këshill nga mishi dhe gjaku. As nuk unë gjita në Jeruzalem tek ata që ishin apostoj për para meje, por shkova në Arabi dhe u ktheva përsëri në Damask. Pastaj pas 3 vjetësh, unë gjita në Jeruzalem për të takuar Pietrin
dhe ndenja me të 15 ditë, por ndonjë tjetër nga apostujt nuk pash përveç Jakobit, vëllait të Zotit. Por në këto që po ju shkrua ja përpara Perëndis nuk gënjej. Pastaj shkova në krahinat e Sirisë dhe të Kilikisë. Por unë isha i panjohur si fytyrë nga kishat e Judes që janë në Krisht, por vetëm kishin dëgjuar. Ai që na përndiqte më parë, tani po predikon atë besim që ai shkatëronte dhe përlëvdonin Perëndin për shkakun tim.